Unë nuk e di fare sinqerisht se si i bëhet harbutërisë ekstreme ndaj natyrës që manifestojmë more çast ne si popull, po troç si popull. Ne si qeveri e si shumicë popullore sidoqoftë nuk do të dorëzohemi. E do dalim më tej me masa të reja kundër kësaj fuqie të errësirës në trurin ton si milet. Ta hedhësh një shishe plastike apo një qese plastike në rrugë ka vetëm një fjalë që e përkufizon: krim. Edi Rama, kryeministër i Shqipërisë. Kur një kryeministër flet për harbutëri ekstreme të një populli të tërë, ai ose nuk e kupton peshën e fjalës ose po e zhvendos qëllimisht fajin te viktima. Asnjë popull nuk është harbut, populli edukohet dhe orientohet ose lihet në kaos nga shteti. Kjo nuk do të thotë që shteti të kontrollojë çdo sjellje private, as të zëvendësojë ndërgjegjen individuale, por shteti krijon rregullat e lojës, shembullin pasojat. Lexova një reagim diku sipas të cilit ka ikur koha e shtetit që edukon. Kjo nuk është e vërtetë. Nëse ka ikur ndonjë kohë, ka ikur koha e shtetit që flet shumë. Edhe në shoqëritë më liberale shteti nuk është tërhequr nga edukimi qytetar, veçanërisht nga mbrojtja e mjedisit. Por ky edukim nuk bëhet me aksione, fushata, masa të reja kur e keqja ka ndodhur, as me burg për popullin e qendarkave, por jo për elitën e miliardave. Edukimi është strategjik, është afatgjat, është investim serioz në sistemin arsimor, në formimin qytetar. Patjetër, edhe në atë dashurinë që e përmendi papritur në të njëjtin fjalim kryeministri ynë kozmopolit. Stadiumet bizhu, betoni i luksit, sheshet fasada apo greda çelat mund të prisnin ca. Edukimi kërkon edhe bashki që punojnë çdo ditë, jo për fotografi e video. Kërkon polici që nuk e ka mendjen nga sabahu në darkë vetëm te gjobat, por në mënyrë të veçantë kërkon shembullin moral të atyre që drejtojnë. Shkurt, përgjegjësia individuale ekziston, por ajo lulëzon vetëm aty ku shteti bën punën e vet. Shkaku kryesor i katastrofave që përsëriten nuk është shishja e rrekullisur në ujë, është korrupsioni në veprat publike, rrugë, kanale, projekte hidrike, ku tenderët shkojnë për miq apo për klient, mos prit punë cilësore. Flasim për krimin e atyre që flakin plastikat. Krimi më i madh është bërë me firmë dhe vul në zyrat e shtetit. Ndaj nuk ka asnjë fuqi të errësirës në tru, ka dështim të qeverisjes. Nëse ky popull është harbut, kush e ka drejtuar këtë harbutëri për gati një dekadë e gjysmë? Edhe sikur ky të ishte populli më i keq në botë, nuk është as fisnike as e drejtë, as e pranueshme të flasësh me përbuzje për ata që kanë pasur për detyrë të mbrosh dhe të udhëheqësh. Nuk mund të jesh kryeministër i shumicës dhe njëkohësisht gjykatësi moral i saj. Ashtu siç fryesh më keq se lumenjt për arritjet, ashtu duhet ta marrësh mbi vete edhe barrën e dështimeve. Vëreni se si Berishës ja ka fajin populli pse nuk kthehet dot në qeverisje. Ramos ja paska fajin populli pse përmbytet vendi. Kur pushteti nuk merret dot me vot, populli nuk kupton. Kur pushteti dështon në qeverisje, populli është harbut. Çfarë mjerimi moral dhe intelektual? Sa e rënd bëhet kjo kur vjen nga dy njerëz të cilëve ky popull u ka dhënë gjithçka. Pushtet pa kufizuar, pasuri, besim, vite të tëra qeverisja në këmbim merr gishtin drejt tij. Një udhëheqës i vërtetë mbron popullin edhe nëse ai gabon. Nuk e përdor si alibi për dështimet e veta, nëse e bën thjesht është duke pranuar publikisht se nuk është më i denjë ta udhëheq.